Makineria e rënd u aktivizua të shtunë në Khan Yunis në ripin e Gazës. Me buldozerët që po gërmojnë po kërkohen trupa të pengjeve, por gjetja e tyre është goxha e vështirë për shkak të shkallës së lartë të shkatrimit dhe pranisë së municioneve të pashpërthyera. Kjo bëhet në praninë edhe të ekipeve të Kryqit të Kuq që po inspektojnë zonën e të cilët ndiqen nga banorët palestinez. Hamasi ka bërë me dije se disa trupa janë në zonat të kontrolluara nga izraelitët. E këta të fundit pohuan se mbetjet e një pengu tjetër që grupi dorëzoi janë identifikuar si të Elia Margalit. 76 vjeçari ishte rrëmbyer me 7 tetor të vitit 2023 në një stall kuajsh ku punonte. Ai është trupi 10 i pengut të kthyer që kur armpushimi i hyri në fuqi para më shumë se një jave. Hamasi është zotuar për përmbushjen e kushteve të marrëveshjes së armpushimit, e cila veç dorëzimit të mbetjeve të pengjeve përfshin edhe pika të tjera, si hapja e kalimeve kufitare në Gaza dhe shpërndarja e ndihmave.